Po sot është një ditë e rëndësishme e historisë tonë, qytetit, por edhe një ditë që ka shënuar një ngjarje të vështirë për qytetarët e qytetit e Durrësit. Mund të themi që këto vite kanë qenë një vite me punë shumë intensive dhe kemi bërë një punë të madhe qoftë me shkollat, kopshtet, qerdet, janë bërë rreth 40 objekte të cilat sigurisht ne vetëm nuk do t'i ndërtonim dot me buxhetin tonë, por kemi pasur një mbështetje të madhe nga qeveria dhe nga donatorët e huaj për programin e For Schools. Nga ana tjetër janë rikonstruktuar një numër i konsiderueshëm objektesh DS4 dhe janë drejt fundit një pjesë e tyre, të cilat kanë filluar vitet e fundit. Dhe lajmi mirë është që prej shtatorit ne kemi filluar të ndajmë çelësat në lagjen e re të rindërtimit dhe rreth 200 familje kanë tërhequr tashmë çelësat e apartamenteve të reja. Jemi në proces, mendojmë që procesi do të përfundojë shpejt, sepse punojmë pas hapi me dorëzimin e çelësave nga ana e kompanive që kanë bërë ndërtimin, menjëherë bëjmë dorëzimin tek qytetarët dhe shpresojmë që lagja e re do t'i kthehet normalitetit, pra do të jetëzohet shumë shpejt. Shumë faleminderit. Shkolla Gjergj Kastrioti, ju e dini që ka pas një problem kompleks, ashtu si dhe shkolla Eftali Koçi, por tek Gjergj Kastrioti ne kemi pasur gjetje shumë të rëndësishme, mozaik dhe ndërtime të kohës romake, që i përkasin relativisht shekullit të dytë të erëson, pra janë monumente shumë të rëndësishme për qytetin e Durrësit. Ne jemi duke përfunduar projektin arkitektonik dhe pjesën tjetër të infrastrukturës për të bërë të mundur që në Njollën ku arkeologët na kanë lejuar që mund të zhvillohet ndërtimi, të ndërtojmë shkollën dhe pjesa tjetër do të kthehet në një muze të hapur i vizitueshëm. Pra do të jetë rasti i parë jo vetëm në Shqipëri, por besoj edhe në rajon ku do të kemi një shkollë që bashkëjeton me një monument kulture, por ajo që është e rëndësishme, nuk duam që të vëmë theksin vetëm tek ndërtimi i shkollës, por duam që t'i trajtojmë në të njëjtën vlerë edhe gjetjet dhe monumentet e gjetura në këtë zonë, në mënyrë që të zgjidhim disa çështje të sigurisë, për shembull, dhe të aksesit, sepse duke qenë një shkollë do ketë sfidat e veta për t'u aksesuar gjatë gjithë kohës, por jemi në bashkëndim me grupin, kemi ngritur një grup përbashkët, pra të Bashkisë së Durrësit dhe të Ministrisë së Kulturës, të cilët po punojnë në mënyrë që të dy asetet, pra edhe ndërtimi i shkollës, edhe gjetjet, monumentet e kulturës, mozaiku, të vlerësohen në mënyrë të barabartë për të pasur vlerat që i takojnë qytetit të Durrësit.